projektimit dhe financimit të Ekurudhës ka filluar në 2020, që t'jemi të qartë. Pra e përfundimit projektit dhe financimit. Dhe ndërkohë, për të gjitha Ekurudhat e tjera, ne jemi sot në një proces më të avancuar pikërisht sepse kemi hyrë më thellë me rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe jemi përfituesit deri tani kryesor nga plani i ri i rritjes i Bashkimit Evropian sepse kemi bërë të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër. Ama dhe mbylla, nëse shqiptarët duan që të gjitha këto Ekurudha dhe veprat të tjera të nevojshme, por edhe financime shumë më të konsiderueshme për ato nuklet ekonomike, të ndodhin më shpejt se sa kapacitetet tona të brendshme, duhet kuptojnë që këto mund të ndodhin më shpejt vetëm duke bërë antar të Bashkimit Evropian, sepse aty ndryshon komplet logjika. Për të gjitha këto vepra, ne kemi marrë ose financime ose angazhime për financim nga instrumenti i WBIF-it, që është fondi i investimeve të Ballkanit Perëndimor, që mbështetet nga Bashkimi Evropian, por që është 90% kredi. Pra, Bashkimi Evropian na ka ndihmuar ne për këto. Dhe në totalin e vet, në Shqipëria ka marrë nga Bashkimi Evropian, pa llogaritur këto angazhime të fundit, diçka më shumë se 1 miliard. Por 90% kredi. Jo kredi komerciale, po prap kredi. Do me thënë kredi që peshojnë në buxhetin tonë dhe në angazhimet tona. Nëse ne dhe kur ne të bëhemi, se nuk është puna nëse, por kur ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, ne do të marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit dhe 90% do jenë grant. Pra parafytyroni se çfarë ndryshimi ndodh në gjithë panoramë nëse ti e di që në 4 vjetët e ardhshëm ose në 7 vitet e ardhshme, se janë 7 vjeçare buxhetet e Bashkimit Evropian, në 7 vitet e ardhshme ti ke 7 miliard që i ke të tuat. Jashtë buxhetit tënd, jashtë angazhimeve të tjera që ti mund të marrësh me kredira. Ti 7 miliard i ke të tuat. E di çfarë do të thonë? Që ti të kesh mundësi të planifikosh gjithë transformim, jo duke e ndërruar dhe pastaj duke luftuar çdo ditë si të mbledhën më shumë para këtu, duke shkuar atje, duke u lutur atje, duke bërë këtë, duke pritur atë, jo burokracia, jo këto. Por duke pasur që në fillim. Është ndryshim epokal. Është Shqipëria në një nivel tjetër, komplet nivel tjetër. Është totalisht nivel tjetër. Dhe prandaj unë këmgull që futja jonë në Bashkimin Evropian tani është një fat që na ka ardhur në dorë dhe është një mundësi që është krijuar nga rrethana që nuk janë vetëm për meritën tonë. Ne kemi bërë punën tonë, sepse e kemi arritur të bëjmë atë që në fakt unë gjithmonë kam folur me gjithë bashkëpunëtorët e mi, ne duhet jemi aty në vendin e duhur kur të vijë momenti i duhur. Se kur vjen momenti i duhur, këtë nuk mund ta dim. Se nuk dim se kur ju ndryshon atyre mendja dhe thon hapet era. Po ja që ndodhi një tragjedi e luftës, ndodhen ca rrumuja të tjera më pas, dhe tani dera është hapur. Dera është hapur, por përsëri ne nuk e dim sa kohë do rri e hapur. Ne dim që na është dhënë një hapësirë 2 vjet deri 2027, që ne të mbyllim gjithë negociatat dhe këtë hapësirë na kanë dhënë ata. Pra, ata nuk kanë nga shkojnë deri në 2027, nëse ne bëjmë gjitha detyrat. Po mbyllim negociatat, ndryshon komplet pozicioni.
Janë 27 vende që duhet ta marrin Shqipërinë dhe ta miratojnë në parlamentet e tyre sipas procedurave që kanë, por ama ne i kemi mbyll negociatën.